Kryetarja e Bashkisë Roskovec Majlinda Bufi zhvilloi sot një vizitë në një prej bizneseve më të suksesshme që operojnë në territorin e bashkisë, biznesi i cili ka zgjeruar ndjeshëm aktivitetin e tij vitin e fundit. Bëhet fjalë për sipërmarrësin Durim Hoxha nga Vidishta, i cili prej 3 vitesh është vendosur në Roskovec dhe ka investuar në fushën e magazinimit dhe shpërndarjes të produkteve të ndryshme duke përfshirë mallra ushqimor, inpute bujqësor dhe blegtoral. Gjatë vizitës, kryebashkiakja Bufi vlerësoi rolin e biznesit në zhvillimin ekonomik të zonës dhe theksoi mbështetjen që Bashkia Roskovec u ofron sipërmarrjeve vendase dhe investitorëve, të cilët zgjedhin të zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë territor. Jam këtu me Durimin, qytetarin shembullor, me kryefamiljarin e përkushtuar, me babain, me bashkëshortin dhe por ajo që ka rëndësi më shumë me biznesmenin e suksesshëm, i cili me djersën e ballit të tij, me familjarët e vet, ka hapur, ka ngritur dhe ka ndërtuar në mënyrë të qëndrueshme këtë biznes në Roskovec dhe që unë dua t'ju uroj suksese për gjithçka ai bën bashkë me familjarët e vet në çdo ditë të jetës së tij. Suksese dhe Zoti bëft më të mirën dhe të dhënë më të mirën për djersën e ballit tënd. Të falenderoj shumë kryetare për mirësiardhjen, për interesin, gjithashtu u falenderoj shumë edhe për mbështetjen që ka marrë nga ana e bashkisë. Faleminderit, mbar, suksese në gjithçka që bën dhe bën çdo ditë. Nga ana e tij, Durim Hoxha shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin dhe ndihmën e dhënë nga Bashkia Roskovec, duke theksuar se mbështetja institucionale në përputhje me ligjin ka qenë një faktor i rëndësishëm në realizimin dhe zgjerimin e investimit të tij. Jemi tek biznesi Durim Hoxha. Unë merrem kryesisht me tregti produktesh bujqësore dhe ushqimesh blegtorale. Aktivitetin tim unë kam filluar nga viti 95, ndërsa këtu në Roskovec kam gati 2-3 vite që kam zgjeruar aktivitetin tim. Një magazin, konkretisht çfarë ka këtu? Të thasë çfarë kombajnë? Janë kimike? Edhe një herë, produkte bujqësore, plera kimike dhe ushqime blegtorale. Kam edhe farmaci bujqësore. Mbështetjet kemi pasur juve nga Bashkia e Roskovec? Unë jam shumë i kënaqur, nuk jam penguar asnjë çik nga Bashkia, përkundazi i falenderoj për mbështetjen, për ndihmën që më kanë dhënë, për nxjerrjen e lejeve në kohë rekord.